Ndërsa situata në lindjen e mesme përshkallëzohet, Izraeli urdhëron mbylljen e të gjitha misioneve diplomatike dhe pezullimin e shërbimeve konsullore në mbar botën, përfshirë edhe ambasadën në Shqipëri. Vendimi i qeverisë izraelite është publikuar edhe në faqen zyrtare të ambasadës së Izraelit në Tiranë, ku theksohet se kjo vjen pasi Tel Aviv bombardoi me raketa Iranin. Në dritën e zhvillimeve të fundit, misionet izraelite në të gjithë botën do të mbyllen dhe shërbimet konsullore nuk do të ofrohen. Një formular online është i disponueshëm për izraelitët jashtë vendit për të raportuar vendodhjen dhe statusin e tyre aktual. Ju lutemi plotësojeni atë për të ndihmuar Ministrinë e Punëve të Jashtme të qëndrojë e përditësuar. Mëdej ambasada jep një udhëzim me 6 sugjerime apo masa emergjence për qytetarët, ku mes të tjerës që kërkohet të shmangin tubimet apo ngjarjet e lidhura me Izraelin, si dhe të bashkëpunojnë me forcat lokale të sigurisë nëse ekspozohen ndaj aktivitetit armiqësor. Gjithashtu, përshkallëzimi i tensionit në lindjen e mesme bëri që të anulohen fluturimet mes Shqipërisë dhe Izraelit. Sipas të dhënave nga faqja zyrtare e aeroportit ndërkombëtar të Rinasit, janë anuluar 2 fluturime nga Tel Aviv drejt Tiranës dhe 1 fluturim nga Tirana drejt Tel Avivit. Nga ana tjetër, ambasada e Shqipërisë në Izrael ju kërkon të gjithë qytetarëve shqiptar që ndodhen atje të tregojnë vigjilent, ndërsa publikon edhe numrat e emergjencës. Qytetarët shqiptar në Izrael të sigurojnë qëndrim në zonat e sigurta dhe të zbatojnë me rigorozitet udhëzimet e komandës së frontit të shtëpisë. Qëndroni të sigurt.